Në intervistën e ditës për zhvillimet politike, flasim me zëvendës kryeministrin për qeverisje të mirë dhe përfaqësuesi i koalicionit Blen, zotin Arben Fetai. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët në Alsat. Faleminderit për ftesën. Zoti Fetai, vendi ka shënuar zero progres në luftën kundër korrupsionit, kështu thuhet në raportin e Komisionit Evropian. Ju si zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë, pra personi që është përgjegjës në qeveri për luftën kundër korrupsionit, ndjeni përgjegjësi për këtë rezultat dhe a e meritoni rrogën që pa jep qytetari për ta luftuar korrupsionin? Sigurisht e meritoj rrogën, e kam dëshmuar me rezultatet e mia në portofolin me cilin udhëheqi. Ky vlerësim i Komisionit Evropian për sa i përket luftës ndaj krimit dhe korrupsionit në nivel përgjithshëm varet nga shumë institucione tjera. Një prej tyre, natyrisht, është në kryesorët, është Komisioni Shtetëror për luftën kundër korrupsionit, në të cilin kemi patur skandale me kryetarën e këtij komisioni, gjë që ka ndikuar fatkeqësisht në uljen e kredibilitetit të përpjekjeve tona shtetërore për të luftuar korrupsionin. Nga ana tjetër kemi patur ngjecje përsëri në sektorin e drejtësisë. Kemi nisur sa reforma, siç e dini, me mocionet në lidhje me Këshillin Gjyqësor dhe me prokurorin, por se zhvillimet në lidhje me rastin e Koçanit, me tragedinë e Koçanit, sikurse kanë dalur pak përpjekjet tona për të përshpejtuar reformat në sektorin e drejtësisë. Ne, si prioritete të menjëhershme, kemi një të rikthejmë kredibilitetit e Komisionit për luftën kundër korrupsionit, ku duhet të zgjidhet udhëheqësiere, ku duhet të finalizohet strategjiere për luftë kundër korrupsionit. Kur do të zgjidhet kryesjere? Po kjo tash është në kuadër të procedurave parlamentare. Para zgjedhjeve janë shpallur konkursi për të zëvendësuar kryetarën e komisionit. Kanë shkuar në kuvend një numër goxha i madh i kandidaturave, disa prej tyre janë kandidatura të mira dhe besoj që shumë shpejt parlamenti, pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve lokale, do nis procedurën për të përzgjedhur më të mirin ndër ato kandidatë që kanë shprehur interesim për t'i prirë komisionit ton shtetëror për luftë kundër korrupsionit. Ka natyrisht ngjecje në sektorin e drejtësisë. E dim që gjyqësori jon, prokuroria jon nuk janë në nivel të detyrës, nuk kanë kredibilitet dhe këtë e shohim nga viti në vit, kur nuk ka thuajse fare dënime përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë. Ky është një shqetësim që e kemi ndarë në vazhdimsi si ekzekutiv, por se ne jemi ekzekutiv dhe pushtetet janë të ndara dhe për rezultate në luftën kundër krimit dhe korrupsionit në pjesën e dënimeve përfundimtare, natyrisht varemi nga ky sistem i drejtësisë që e kemi sot, i cili, siç e thash, nuk ka kredibilitet, nuk gëzon besueshmëri nga qytetarët. E dini sondazhin në lidhje me 2%. Institucionet edhe ne raportojmë në vazhdimsi, por jeni këtu për treguar se çfarë bën institucioni që ju udhëhiqni në luftën kundër korrupsionit, cilat janë rezultatet konkrete nga kjo qeverisje. 1 vjet e gjysmë tashmë jeni në krye të këtij dikasteri, pra zëvendës kryeministër për qeverisje të mirë. Çfarë bëni ju në luftën kundër korrupsionit? Me qëllim që të paktën mos marrim një raport të tillë ku thuhet se kemi zero progres, as pak progres. E para e punës, nuk jam zëvendës kryeministër për luftë kundër korrupsionit. Qeverisja e mirë është shumë më e gjerë se sa lufta kundër korrupsionit. Lufti kundër korrupsionit, siç e thash, është kryesisht kryekput madje në pjesën e sektorit të drejtësisë. E dini se çka thon raportet e progresit për sa i përket luftës kundër korrupsionit, pra ka një element që është Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, për prevenimin e korrupsionit, pjesa tjetër është gjyqësori. Dhe nëse lexoni raportin e progresit, e shihni aty që rekomandimi që marrim nga viti në vit është se nuk kemi raste të dënimeve përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, mbi bazën e të cilit mbatet edhe progresi jon në luftën kundër korrupsionit. Ktu është kodi penal për shembull, kur flasim për korrupsionin në nivel të lartë dhe dënimet që nuk jepen ose për shkak të ndryshimeve të kodit penal ju amnistuan shumë ish funksionar. Çfarë bëni ju që të miratohen këto ndryshime, që i shfuqizoi pikë së pari gjykata kushtetuese, por nga ana tjetër që pritet edhe kodi i ri penal, për cilën shkruan edhe në raport Komisioni Evropian? Pajtohem me ju që ka patur vonesa në këtë drejtim dhe kjo reflektohet në raportin e Komisionit Evropian për vendin tonë. Reformat në sektorin e drejtësisë, sjellja e një kodi penal të ri janë në kuadër të resorit të Ministrisë së Drejtësisë. Unë nuk jam ministri i drejtësisë dhe nuk mund të jap llogari
për atë se çka është bërë në atë resor. Edhe unë do kisha dashur që... Në qeveri nuk flisni në seancat e qeverisë? Sigurisht se flasim, sigurisht se shohim progresin në lidhje me agendën e reformave, në lidhje me programin e qeverisë, por se në vendet e caktuara mund të ketë patur ngecje. Dhe besoj se aty do kemi reflektim si qeveri dhe do shohim se si do i qasemi më tutje këtyre reformave që janë jetike për progresin ton në reformën e sistemit të drejtësisë, në rezultate më të prekshme, në luftën kundër krimit korrupsionit, nga e cila natyrisht përcaktohet edhe nota që marrim nga Komisioni Evropian, por që varet, si që thoni edhe ju, nga një kodiri penal i cili nuk është më, si që ka qenë faktikisht në qeverisën paraprake, mjet për të amnistuar korrupsionin, po mjet që është në shërbim të luftës kundër korrupsionit dhe është në përputhje me standardet evropiane, me akin e BE-s në lidhje me këto çështje. Ka dhe shumë çështje tjera, natyrisht që varen kryekput nga sektori i drejtësisë dhe aty duhet të ketë reforma për të rikthyer kredibilitetin e sistemit ton gjyqësor, për të siguruar zbatim të politikave dhe strategjisë për sektorin e drejtësisë, në mënyrë që ata gjyqtarë të cilët nuk kanë treguar rezultate, të cilët kanë qenë të përfshirë në raste korruptive, të largohen, të disiplinohen, nuk është normale nga ana e Këshillit Gjyqësor apo prokurorial, si ishte rasti i këtij se majnë mena ishte gjyqtar apo prokuror, po ky që ishte përfshirë në rastin Artan Grubi, kur u futën në listë të zezë ishte vend kryeministri dhe gjykatës Bexheti, u desht gati një vit, nga dhjetori deri më tani kanë kaluar gati një vit para se të përjashtohet ai njeri nga sistemi gjyqësor i vendit. Kjo të tregon mas miri, kjo është pasqyra më e mirë e sektorit ton të drejtësisë. Duhet një vit që të largohet një gjyqtar i cili futet në listën e zezë amerikane. Megjithatë ka ngecje edhe në miratimin e ligjeve, si për Këshillin Gjyqësor, për Këshillin e Prokurorëve, thamë edhe për kodin penal. Kur jemi te raporti i progresit, gjithashtu Komisioni Evropian potencoi për të 20 herë me radhë se ndryshimet kushtetuese janë kushti domosdoshëm, me qëllim që të vazhdojmë përpara. Eksponent të Vlenit vazhdimisht kanë folur për afate, ishte afati 6 mujor për që të bëhen ndryshimet kushtetuese, për fshihen bullgarët në kushtetut. Keni hequr dorë, do bëhen ndryshimet kushtetuese apo nuk do të bëhen? Jo, nuk kemi hequr dorë, as nga ndryshimet kushtetuese, as nga agenda sepse askush nuk flet më për ndryshimet kushtetuese. Kemi patur një proces zgjedhor që na ka zgjatur rreth 3 muaj, ku e dini që fokusi ka qenë, më thonë, në zgjedhje dhe shkreti natyrshme. Tash sinjalet nga Brukseli janë të qarta, nuk ka befasira këtu. Unë besoj që tash pas certifikimit të zgjedhjeve lokale duhet të ulemi si partner të koalicioni dhe të definojmë rrugën përpara. Duhet të shohim se çfarë duhet ndodhë në mënyrë që të marrim garancat e nevojshme që nuk do ketë kushtëzime shtesë dhe të ecim përpara. Jeni në vim me kryeministrin Mickoski se fillimisht kërkoni garanca nga Brukseli në mënyrë që të bëhen ndryshimet kushtetuese, këtë që e thotë edhe kryeministri? Ky është qëndrimi i qeverisë realisht. Dhe në këtë drejtim, unë besoj që tash pas zgjedhjeve lokale do ulemi, do definojmë qëndrimin për hapët e më të tjeshme, do rinis dialogu, besoj shumë shpejt, edhe me Sofjen, me Bullgarinë, edhe me Bashkimin Evropian dhe shtetet e tij anëtare, dhe do gjejmë modalitetin i cili na mundson që të vazhdojmë rrugën tonë evropiane, që të i hapim negociatat me Bashkimin Evropian dhe se krahas ndryshimeve kushtetuese, po ashtu, domethënë, detyrë e jona edhe po ashtu e rëndësishme është çështja e udhërrëfysëve të ndryshëm që duhet të prodhohen në mënyrë që të i hapim negociatat me Bashkimin Evropian, përfshirë edhe këtë në reformën e sektorit të drejtësisë, përfshirë planin e veprimit për mbrojtjen e minoriteteve, e kështu me radhë, pra janë edhe një sër çështjesh që duhen të përmbyllen në mënyrë që të avancojmë më tutje në rrugën evropiane. Dinamika është ajo që është e njohur, e kemi mundësinë historike që të zëmë trenin e integrimit bashkë me Shqipërinë, Malin e Zi dhe të ecim tutje dhe për këtë jemi të qartë që nuk ka alternativë tjetër. Zoti Fetaj, ndërkohë që Komisioni i Venecias pritet në dhjetor të japë mendim për ligjin për përfaqësim të drejtë, për momentin, prej kur është shfrytëzuar balancuesi, nuk ka një mekanizëm që kontrollon se sa
është përfaqësimi, si është përfaqësimi në për institucionet shtetërore? Garanca e përfaqësimit të shqiptarëve dhe të gjitha komuniteteve është koalicioni Vlen, është koalicioni qeveritar, i keni parë besoj të gjitha konkurset, e keni parë po ashtu në raportimin tonë për gjenjen e punësimeve në sektorin publik gjatë këtij viti që po e lëm pas, si koalicion Vlen mburremi me rezultatet tona, sepse kemi punësuar 2300 shqiptarë në sektorin publik në vendin tonë, kemi bërë mbi 600 avancime të shqiptarëve në të gjitha institucionet në nivel vendi, gjë që është rezultat historik. Në qeverisin e BDI-s asnjëherë nuk janë punësuar kaq shumë shqiptarë, asnjëherë nuk janë avancuar kaq shumë shqiptarë për një vit. Madje as edhe për një mandat. Avancimet në kohën e BDI-s bëheshin një punë 50-60 vit, ne i kemi avancuar 600 shqiptarë brenda vitit, dhe të çështja e punësimeve, e thash, rezultati është realisht brenda atyre për të cilët ishim zotuar, por se e kemi realizuar dhe sot unë burrem që për 15 muaj të qeverisja son janë punësuar 2300 shqiptarë, që është rekord historik në këtë drejtim. Keni një afat deri kur do miratohet ligji pasi të kthehet nga Komisioni i Venecias, nëse ka vërejtje, do t'i përmirësoni ato apo do ta dorëzoni në procedurë parlamentare? Dhe çfarë nëse ligji bllokohet në kuvent? Tash e that edhe ju, gjatë muajit dhjetor, fillim dhjetorit, besoj presim mendimin e Komisionit të Venecias në lidhje me projekt ligjin që kemi miratuar në qeveri. Unë kam patur personalisht intervist me komisionin që është dërguar në vendin tonë për të marrë mendimet gjitha palëve të përfshirë ekzekutivin, kuvendin, shoqërinë civile e kështu me radhë, dhe besoj që opinioni do jetë i mirë, opinioni do jetë pozitiv dhe do jetë në përputhje edhe me disa nga rekomandimet e raportit për cilën folën më vonë, pra raporti i progresit për këtë vit që po e lëm pas, ku theksohet për shembull që duhet të krijohen mekanizma për një dialog ndëretnik sistemor në kuadër të administratës publike, pra të përmirësohet edhe përfaqësimi, i cili ka ngecur për disa komunitete. Komuniteti rom, për shembull, është një komunitet i cili thuajse nuk përfaqësohet në institucionet e vendit, dhe fryma e projektligjit është në drejtim të korrigjimit të këtyre diskrepancave që kemi në sferën e përfaqësimit, si parim përfaqësimit të drejtë dhe adekuat, si parim i joni kushtetues. Është një ligj historik. Besoj që opinioni i Komisionit të Venecias do jetë totalisht në përkrahje të asaj që kemi vënë në letër, dhe se pastaj do duhet të ulemi si ekzekutiv të shohim vërejtjet eventuale, të shohim a ka nevojë të rikthehemi në procedurë qeveritare dhe të bëjmë intervenimet e nevojshme në ekzekutiv, pra të miratojmë një version të përshtatur të projekt ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në ekzekutiv, dhe pastaj ta nisim në procedurë parlamentare. Besoj që kjo varësisht nga shkalla e vërejtjeve që mund të ketë Komisioni i Venecias, mund mbyllet për disa javë nëse ka vullnet politik. Mjaft aktuale është edhe tema e formatimit të qeverisë. A do të jetë Bekim Sali zëvendës kryeministër i parë, meqense Mickovski tha se fjalën e fundit do ta thotë ai. Dhe a mund të ketë rokada të tjera në qeveri, për shembull posti i Orhan Murtezanit, me që Ministria e Ekologjisë duhet t'i takojë partisë Izet Mexhitit? Këto gjëra janë definuar në kuadër të koalicionit Vlen para hyrjes sonë në fushatën për zgjedhjet lokale. Kryeministri e pati disa deklarata në lidhje me këto çështje. E vërteta është që këto nuk janë dakorduar paraprakisht me kryeministrin si mandatar, por se i kemi dakorduar brenda koalicionit. Këtë javë të mërkurën në mbrëmje do kemi takim si leadership i Vlenit me kryeministrin, mandatarin, për t'i hekurosur të gjitha këto çështje, për të parë se si vazhdojmë më tutje. Është dakordim i Vlenit dhe propozimi i Vlenit që zëvendës kryeministri i parë të jetë Bekim Sali. Është e vërtet po ashtu se Ministria e Ekologjisë i takon lëvizjes demokratike në kuadër të ndarjes që kemi si koalicion, dhe integrimi evropian i takon alternativës. Tash ulemi të mërkurën, i hekurosim këto gjëra dhe do jeni të njoftuar në lidhje me qëndrimet e më tutjeshme dhe zhvillimet sa i përket rrokadave të mundshme. Po sa i takon posteve që ka partia juaj, domethënë pjesa e aleancës që mbeti në Vlen, pozita juaj dhe ministrit Azir Aliu, shëndetësia, mund të lëkundet në kuadër të formatimit të qeverisë? Nuk ka fare arsye që të lëkundet, që të ketë këmbime
në kuadër të koalicionit vlen. Po për shkak të rezultatit zgjedhor, për shembull ju kishit kandidat në Likove, Kumanov, ku nuk arritet rezultat. Në Kumanov nuk kisha unë kandidat. Kandidati për kryetar komune në Kumanov ishte kandidati i LDS, ndërsa unë kisha kandidat edhe në Bogovin, po edhe në Gostivar. Dhe rezultati është ky që është, asnjë parti më në Vlenit nuk i ka fituar të gjitha kandidaturat që i kishte në për komuna. Ndarja në kuadër të koalicionit vlen është një qerek i hisës për se cilin subjekt në çdo nivel, qoftë në pozicione, më thonë, të emruara, qoftë në çështje tjera në të cilat bashkëpunojmë në kuadër të Komisionit Kadrovik, borde, e kështu me radhë. Pra thoni që do t'i ruani këto pozita që keni në qeveri? Nuk ka asnjë arsye të ndryshohet asgjë. Unë besoj që betejë që e kemi bërë si Aleancë për Shqiptarët që arriti të ruaj shumicën ndërmuese të strukturave dhe prodhoi këtë rezultat bashkë me partnerët tjerë të koalicionit vlen. Ju kujtoj që impakti i largimit të Arben Taravarit në koalicionin vlen ishte minus 10.000 vota krahasuar me zgjedhjet parlamentare, ndërsa impakti i tij në AKI krahasuar me zgjedhjet parlamentare ishte minus 30.000. Pra impakti i largimit të Taravarit nga koalicioni vlen drejt AKI-s është plus 20.000 vota për koalicionin vlen, dhe kjo është merite gjithë strukturave të Aleancës për Shqiptarët, të cilët kontribuan në fitimin, në fitoren e shumicës dërmuese të komunave tona, po Saraj, po Tera, po nga ideja e formimit të partisë vlen, a hoqët dorë? Jo. Sepse kishte një deklaratë zoti Kasami pak ditë më parë, që është çështje komplekse, sa i përket strukturave të partisë, kur pritet të bëhet? Jo, natyrisht është komplekse, sepse kemi 4 struktura, 5 madje me lëvizjen Arbëria që u bashkangjet, po nëse e fusni edhe në lëvizjen Vendvendosje, aty janë 6 entitete. Po mbeteni qëndrimi që të formoheni së parti, deri në zgjedhjet e ardhshme? Jemi të qëndrimit që vlen duhet të shkoj drejt unifikimit, këtë e don qytetari, këtë e don votuesi shqiptar i këtij vendit, u dëshmua që vetëm kur jemi bashk fitojmë opozitën që kemi tani, dhe besoj do ketë zhvillime gjatë ditëve në vazhdim, kemi filluar veçmë diskutimet rreth mënyrës, formës dhe procesit i cili duhet të prodhoj këtë unifikim të koalicionit vlen. Kjo do ndodhë shpejt apo? Do ketë vazhdime gjatë ditëve në vijim, në mënyrë që të dakordohemi edhe formën, edhe procesin. Po edhe për liderin u hapë diskutim këto ditësh në Kokus, do tjetë zoti Megjiti apo Kasami, këto emra më shumë përfliten. Kjo është çështja më e parancishme prej gjithave. Më e rëndësishmja është që vleni të dëgjoj porosinë e votuesit. Unë vlerësoj që janë diku 20-30.000 vota që i kemi fituar si koalicion, që janë vota që janë neutrale, janë vota të votuesit të koalicionit vlen e jo të partive veç e veç. Çështja e liderit, e thash, është çështja më e parancishme. Më e rëndësishme është të ketë vullnet që të dakordojmë modalitete se çfarë forme duhet të marrë ky koalicion i cili shkon drejt unifikimit, si veprohet me strukturat poshtë, çfarë organe do kemi në nivelin qendror e kështu me radhë, dhe besoj se kur ka vullnet, çështja e leadershipit është realisht pengesa më e vogël drejt unifikimit të koalicionit. Ju faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit juve, kënaqësi.